Këtë të martë, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, qeveria miratoi aktin normativ për rishikimin e buxhetit të shtetit për vitin 2026, duke parashikuar fonde shtesë për pensionet, shëndetësinë, mbrojtjen, si dhe mbështetjen e bujqësisë dhe biznesit. Ministri i Financave, Petrit Malaj, gjatë fjalës së tij, deklaroi këtë të martë se Këshilli i Ministrave ka miratuar një akt normativ që mundëson afrimin e indeksimit të pensioneve, i cili është planifikuar në datën 1 korrik. Malaj tha se ky akt normativ dyfishon pagesën për familjet me aftësi të kufizuara me 750 milion lek shtesë, si dhe theksoi se Ministria e Financave do të alokojë 1.5 miliard lek fonde shtesë për barnat e onkologjikut. Më konkretisht, përmes këtij akti, ne kemi mundësuar afrimin e indeksimit të pensioneve, tashmë që do të ndodhi më datën 1 korrik. Kjo është mundësuar me një fond shtesë për rreth 872 milion lekësh. Plani i qeverisë është që indeksimi në vitin e ardhshëm të afrohet në muajin prill, ashtu siç ka qenë edhe më herët. Gjithashtu nëpërmjet këtij akti normativ, dyfishojmë pagesën për fëmijët me aftësi të kufizuar me një financim shtesë prej 750 milion lekësh. Nga kjo masë do të përfitojnë 10.720 fëmijë. Dhe nga ana tjetër, Ministri e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, deklaroi se pensionistët do të përfitojnë një bonus vere me vlerë 5.000 lek. Gjithashtu, Ibrahimaj theksoi se është rritur masa e garancisë sovrane për bizneset. Vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë 5.000 lek, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.820 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake, ushtarakët në pension të parakohshëm. Ndërkohë, Ministri për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, u shpreh se qeveria miratoi 60 milion euro të dedikuara për forcimin e infrastrukturës dhe rritje me kapaciteteve të pushtetit vendor. Sipas tij, 35 milion euro do të shkojnë për përmirësimin e infrastrukturës bazë, ndërsa 25 milion euro janë planifikuar për flotën logjistike, e cila do të përdoret për mirëmbajtjen e infrastrukturës bujqësore dhe asaj publike. Do të krijojnë një flotë të detajuar për sa i përket të gjitha tipologjive të ndërhyrjeve që janë domosdoshme në territor. Ashtu pjesë e këtij programi është edhe krijimi i një qasje të re kombëtare për sa i përket transportit urban. Do jetë bashkitë e para pilot do të përfshihen brenda vitit 2026, të cilat do të kalojnë transportin publik në një bashkëpunim midis bashkive të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, dhe kuptohet një transport me standarde, dhe patjetër me autobus të kohëve të fundit, elektrik, duke krijuar në të njëjtën kohë ambientin, por dhe uljen e kostove për sa i përket qytetarëve. Rishikimi i buxhetit parashikon rritje të financimeve për disa sektor strategjik, me fokus mbështetjen sociale, shëndetësinë, biznesin dhe pushtetin vendor.